Ish futbollisti i kombëtares Iglitare qëndroi për rreth 5 orë në prokurorinë e posaçme, ku ju komunikua zyrtarisht akuza e pastrimit të parave, duke u marrë kështu si i pandehur nga SPAK. Ai u paraqit në organin e akuzës paraditën e kësaj të enjteje, më 4 qershor, pas fletëthirrjeve të dërguara më herët në kuadër të hetimeve që lidhen me një dosje të gjerë të prokurorisë së posaçme. Sipas burimeve, Tare është thirrur në kuadër të hetimeve që lidhen me ish zëvendës kryeministren dhe ish ministren Belinda Balluku, e cila po hetohet për shkelje të barazisë në tendera për tunelin e Llogaras, si dhe për procedura të tjera publike, përfshirë edhe projektin e Unazës së Madhe. Paralelisht, ndaj saj po zhvillohet edhe një hetim pasuror. Pas përfundimit të marrjes në pyetje që zgjati rreth 5 orë e gjysmë, Iglitare ka dalë nga ambientet e SPAK, pa dhënë deklarata për mediat e pranishme. Sipas hetimeve paraprake, emri i tij është përfshirë në kuadër të kësaj dosjeje, ndërsa i vet njihet kryesisht për karrierën e tij të gjatë në futbollin shqiptar dhe atë italian.